Dua të them si fillim mbështetjen tonë për popullin ukrainez dhe drejtuesit e tij dhe këto humbjet e orëve të fundit. Dua t'ju them, nuk kemi qenë kurrë naiv dhe kjo nuk ka ndalur kurrë. Propozimet e anëpushimit që po i rikujtoj, që është një iniciativë amerikane, nuk janë respektuar nga presidenti Putin dhe ushtria e tij. Gjërat janë të thjeshta. Ne jemi krahas ukrainësve që ditën e parë, që nga 2014 me sanksione, me një proces që u caktua në Minsk dhe me formatin e Normandisë për të cilën e shoqëruam dhe lufta masive që nga 2022 ne jemi krahas Ukrainës. Një president është zgjedhur nga populli amerikan. Ai erdhi me një ambicie për të bërë paqen. Tha që do t'i angazhoj të gjithë për të sjellë paqen. Ishte një deklaratë e rëndësishme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të respektohen për të. Presidenti amerikan bëri së pari një propozim për anëpushim në shkurt. Ne reaguam duke thënë që anëpushimi nuk do ishte i mjaftueshëm, duhet një paqe e fortë dhe e qëndrueshme. Kështu e bëm në takimin e parë në Paris në shkurt, pastaj takimet të tjera më të mëpasme, me një punë shumë intensive me kryeministin Staranov. Është një propozim amerikan ky anëpushim. Ajo pastaj u miratua nga presidenti Zelenski, edhe pse i agresuar në mars 2025 në Jeddah. Që nga marsi ne po presim përgjigjen e Rusisë, ju i rikujtuat faktet, është jo. Duke riangazhuar gjithë këtë, të dielën që shkoi, më falni, të shtunën që shkoi në Kiev, ka një javë, ishim me kryeministin Starmer, me ministrin Tusk, me kancelarin Merz, me zotin Zelenski, dhe e kemi thirrur së bashku zotin Trump për të thënë që jemi të gjithë para anëpushimit, me garanci sigurie duhet vëmë presion mbi Rusinë. Akord i dhënë nga presidenti Trump është një forcë. Pastaj, propozimi i presidentit Putin ishte të thoshte takohemi në Stamboll. Të dielën dha pëlqimin presidenti Zelenski. Çfarë kemi sot? Asgjë. Po ju them që ballë cinizmit të presidentit Putin, mendoj, jam i sigurt bile që presidenti Trump i merakosur për besueshmërinë e Amerikës do të reagojë, sepse propozimi për anëpushim, propozimi për të takuar, janë propozime amerikane. Janë të rëndësishme, ata nuk mund të kenë një përgjigje të tillë. Ne do vazhdojmë të bashkëpunojmë për që Ukraina të rezistojë dhe që paqja të vijë.